Boni kujdes nesër vëllezër e motra prej orës 11 deri në ora 14 ju të cilët jetoni në Gjermani dhe rreth Gjermanisë pra. Pasi që do të bëhet eklipsi dhe thonë që mund t'i dëmtoni sytë e juaj në qovë se e shikoni diellin pra direkt apo edhe ta humbni shikimin fare. Unë e poshtë arsyeshme ta bëj këtë video prandaj edhe shpërndajun pasi që mund të jetë dikush me fëmijë në përparqe, është ditë vikendi dhe e shikoni diellin pra pa ato syze që janë speciale. Dhe me të vërtet mund të vjen deri te dëmtimi i shikimit thot në masë të madhe, por thot në raste të rënda edhe ta humbni shikimin fare në qoftë se e shikoni diellin pro direkt, pasi që hëna do ta mbuloj diellin pro dikon rreth 22% nesër në Gjermani. Pra dhe do ta vreni edhe ju. Bëhet fjalë pro zona Bayernit dikon 2-13% do ta mbuloj. Tu shku tu ngjit më larg Gjermanisë, pro deri dikon rreth 22%. Po me një fjalë do ta publikoj një hartë dhe do t'i publikoj edhe syzet të cilat ju nevojiten për një gjë të tillë. Andaj vëllezër e motra, shpërndoni këtë video, bëni kujdes, me respekt. Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.